Opozita e drejtuar nga Sali Berisha u rikthyer në seancat plenare pas 2 javësh mungesë, por kërkesat përballë mazhorancës nuk kanë ndryshuar. Janë dorëzuar amendamentet për amendimin e ligjeve, të cilat Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen, të cilat protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare kërkon të anullohet. Ndryshimi i rendit të ditës me kërkesë të socialistëve ishte çështja e parë që nxiti rritjen e tensioneve. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali, më i shpifur. Por kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla u ktheu përgjigje, duke theksuar punën për një ligj të ri për investime strategjike. Ne jemi duke punuar për një ligj të ri për investime strategjike. Në një tjetër debat me përfaqësuesit e partive të vogla që në 3 seancat e fundit ishin protagonist, Balla theksoi qëndrimin për protestën. Mi jeni dukur prej ditës parë se ajo miza në fund bishtin e kalit, ndërkohë që respektin ndaj flamingove nuk ma ndryshon dot as ti, as kusht tjetër. Ndërsa mazhoranca pritet të paraqesë në seancën e 23 korrikut raportin e saj për reformën territoriale. Përfaqësuesit e opozitës kundërshtuan idenë e uljes së numrit të bashkive. 25 bashki nga Konispoli në Krum. Por mazhoranca e la derën hapur deri në shtator me Ballën që theksoi se reforma nuk ka përfunduar. Në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar, kështu që qetësojeni shpirtrat, ktheuni prapë, vazhdoni pushimet, se mos keni ardhur për këtë çështje, po që se keni ardhur për këtë nuk ka votim ditën e njëjtë. Sali Berisha foli për deri në 25 bashki më pak në hartën territoriale, e cila aktualisht ka 61 njësi, por Balla rrezoi disa raportime. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë. Ngriu në këmbë. Bashkia as nuk preket. Preka Mirdita e Madhe nga thashë themet. Kur avokati i popullit ju drejtua foltores së kuvendit, përfaqësuesit e opozitës e cilësuan provokim dhe bllokuan foltoren, duke e konsideruar antikushtetues qëndrimin e tij në detyrë. Ju lutem. Situata bëri që kryeparlamentarit të ndërpriste seancën, por opozitarët nuk u tërhoqën nga qëndrimi dhe përpasoi sinjali i kuvendit u mbyll sërish. Pas 2 ndërprerjeve, socialistët me shumicë votash dhe mes kundërshtimit të opozitës shtyn për në seancën tjetër raportimin e institucioneve të drejtësisë. 25 kundër, miratohet propozimi i zotit Balla.